Të nderuar vëllezër dhe motra, do ndojmë tani një tregim interesant, i cili jep një mesazh dhe një kuptim plot mbi atë për cilën po flasim, mbi njohjen e Zotit tonë. Tregohet që në kohën e Hazreti Musait alayhis salam jetonte një çift i cili kishte vite që ishte martuar, mirë po Zoti nuk ju kishte dhënë evlad. Dhe zonja e cila Zoti e kishte sprovuar me këtë sprovë, vendosi të shkonte tek Musai alayhis salam që ta luste atë, që ai të shkonte te Zoti dhe të bënte dua për këtë çift që të kishin fëmijë. Dhe u drejtua Musait alayhis salam: "O i dërguari i Zotit, ka vite që jemi martuar, për Zoti s'na ka falë evlad. A ka mundësi ta lutër Zotin që të na jap një fëmijë?" Musai alayhis salam u kthye te Zoti vet dhe i tha: "O Zot, filon çifti po kërkoj një fëmijë prej teje." Dhe atëherë Musai alayhis salam e luti Zotin, Zoti u përgjigj atij: "O Musa, ta kam vendosur që këtij çifti mos i fali fëmijë, andaj thot kjo është sprovë prej sprovave të mia." Dhe Musai alayhis salam i kthehet çiftit dhe i tregon: "Zoti ka vendosur mos keni fëmijë." Dhe kjo non kthehet në shtëpinë e vet. Pas një viti vjen përsëri tek Musai alayhis salam me të njëjtën kërkesë. Musai alayhis salam i kthehet Zotit edhe një herë, thotë: "O Zot, a ke mundësi të japësh fëmijë këtij çifti?" Dhe Allahu i jep përgjigjen e njëjtë. Në vitin e tretë, kjo grua shumë interesant dhe çuditshëm vjen me një fushë në krah tek Musai alayhis salam. Hazreti Musa alayhis salam i habitur dhe i fascinuar pas asaj që po e sheh, dhe po e pyet: "Kush është ky fëmijë? I kujt është ky fëmijë?" Dhe kjo non me shumë dashuri po i përgjigjet dërguarit Zotit: "O i dërguari i Allahut, ky tha është fëmia im. Allahu na gëzoi me një fëmijë mu dhe bashkëshortin tim." Dhe Musai alayhis salam u habit dhe u çudit. Dhe u kthy te Zoti vet dhe i tha: "O Allah, si ka mundësi? Unë 2 vite erdha te ti, kërkova dhe ti më the, nuk ka mundësi sepse kam vendosur mos ju jap fëmijë. Çka po ndodh tani?" Dhe Allahu i madhreshëm i dha një përgjigje të madhe Hazreti Musait alayhis salam, nëpërmes cilës na dha një mësim dhe një leksion mu dhe ty deri në kiamet. I tha Allahu i madhreshëm: "O Musa, nuk ka natë që kjo non nuk zgjum pjesën e tretë natës me marr abdes, mi fal 2 rekate namaz edhe me mu lut mua. O ma i mëshirshëm i mëshirues, ma jep një fëmijë." Dhe thot, përderisa kjo thot ishte insistuese dhe e vazhdueshme në duan e saj, thot, dhe i përmendi 2 emra të mi të mëdhej, që është Ar-Rahman, Ar-Rahim, thot, dhe unë ja hapa dyert e qiellit dhe ja planova duan e saj dhe e gëzova me fëmijë. Prandaj, dashur vëllezër dhe motra, sado sfida që kemi në jetë, sado probleme dhe ngarkesa mbi supet tona që janë, mos harrojmë, nëse e njohim Zotin ton, nëse e njohim Krijuesin ton dhe i drejtohemi atij përulësisht, ai do të na jap zgjidhje nga nuk e presim fare. Zoti ju shpërblet gjithë dhe selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.